Kapitulli i 2. Disiplina e nxitjes së afrimitetit familjar. Ne ftuam të afërmit dhe miqt për të dëshmuar këtë rast të gëzueshëm dhe i armatosëm me shirita festiv dhe konfeti. Ndërsa djali ynë Kenti u ngjit në platformë për të marrë diplomën e tij të shkollës së mesme, ne gjëmuam në një zë. Të lumt Kent! Dhe e mbuluam audiencën e përgjumur me konfeti dhe shirita. Sa u pëlqeu kjo gjë? Po Kenti, ai na dhuroi një buzëqeshje të madhe sepse e dinte që kjo ishte dita e tij e fitores dhe sebepi ynë për të shpallur afrimitetin ton. Disiplinat për ushqyerjen e afrimitetit familjar. Afrimiteti familjar nuk është i njëjtë me dashurinë familjare. Shumica e njerëzve kanë njohuri nga logjika e shëndosh që na thot se duhet i duam anëtarët e familjes son. Në fakt, përgjithsisht, kuptohet se pavarësisht vështirësive që mund të paraqesin, ne u qëndrojmë pranë atyre thjesht sepse janë tanët. Kjo lloj dashurie buron nga një ndjenjë besnikërie dhe detyre. Afrimiteti apo afeksioni familjar, nga ana tjetër, përfshin një pëlqim të vërtet të njëri tjetrit. Kjo do të thotë që kënaqeni vërtet kur jeni bashk. Phyllis McGinley e thot mirë: familjet e lumtura zotërojnë një ngjashmëri sipërfaqësore me haren e mirë. Pikë së pari, ata e pëlqejnë njëri tjetrin, gjë që është krejt ndryshe nga të dashurit. Së dyti, ata kanë gati pothuajse gjithmonë një thesar tërësisht personal, një lloj humori familjar që e kanë të grumbulluar për ditët me shi. Ky humor nuk është me patjetër i holl. Shakat mund të tingëllojnë pa kuptim për të huajt, dhe të qeshurat burojnë nga shkaqe të kota, por batutat dhe të qeshurat i përkasin tërësisht asaj familjeje. Kjo është arsyeja pse të gjithë në familjen tonë buzëqeshin kur shohim një buldozer. Na kujtohet se si, kur ishte në parashkollor, Keri, pa dashje, i quajti ata dulbozer, dhe ai emër i ngeci. Ende të gjithë ne e përdorim. Ne kemi zbuluar se afrimiteti lulëzon përmes 3 disiplinave: dashurisë për Perëndin, dashurisë për njëri tjetrin dhe komunikimit. Dashuria për Perëndin. Duke parë prapa në ditët dhe vitet e hershme të martesës sonë, kuptojmë se ne filluam me themelin më të mirë të mundshëm për ndërtimin e afrimitetit. Dashuria për Perëndin. Ndonse i sollëm pak martesës sonë për sa i përket burimeve financiare ose përvojës në marrëdhëniet, ne ishim të pasur në përkushtimin ton për ta dashur Perëndin dhe për t'ju bindur atij. Dashuria për Perëndin është themelore, sepse na vë në kontakt me burimin e dashurisë. 1 e Gjonit, kapitulli 4, vargu 8, dhe na jep një shembull të dashurisë ideale. 1 e Gjonit, kapitulli 4, vargjet 10 dhe 11. Më e rëndësishmja, na fuqizon të duam në mënyrën siç e kërkon detyra. Ne e duam atë, sepse ai na deshi i pari. 1 e Gjonit, kapitulli 4, vargu 19. Ne jemi në gjendje ta duam Perëndin dhe të tjerët nëpërmjet pranimit të dashurisë së Perëndisë. Dashuria e Perëndisë është ajo që i bën dashuritë e tjera të qëndrueshme. Kjo disiplinë, fuqizimi i përditshëm për ta ushtruar këtë dashuri edhe për njerëz që nuk janë gjithmonë të lehtë për t'u dashur, është ajo që nxit rritjen e vazhdueshme të afrimitetit. Dashuria për njëri tjetrin.
Bashkëshortët duhet ta duan njëri tjetrin. Shkrimet nuk lën asnjë dyshim. Edhe fëmijët instinktivisht e dinë se kjo është e vërtetë. Efesianët 5 dhe 6. Është thelbësore pra për një familje që t'i zhvillojë lidhjet e afrimitetit. Duhet që fëmijët të kenë sigurinë e dashurisë së prindërve të tyre për njëri tjetrin. Elton Trueblood e shpreh kështu: është përgjegjësia e babait që ta bëj fëmijën të kuptojë se ai është thellësisht i dashuruar me nënën e fëmijës. Nuk ka asnjë arsye të fortë pse të gjitha provat e dashurisë duhet të fshehin ose të mbahen në fshehtësi. Një fëmijë që rritet me vetëdijen se prindrit e tij janë të dashuruar, ka një bazë të mrekullueshme stabiliteti. Dashuria e vërtet mes prindërve nuk mund të mos shfaqet. Fëmijët do të dëgjojnë dashurinë në fjalët e buta të shkëmbyera kur ata përshëndeten, apo edhe në tonin e përmbajtur të zërit që përdoret kur dikush është i zemëruar. Ata do të shohin dashurinë në një përkëdhelje të butë, në mbajtjen plot dashuri të duarve ndërsa ecin në park, ose në një shkëmbim të fshehtë buzëqeshjesh. Fëmijët ka nevojë të shohin prindrit e tyre të jenë të dashur me njëri tjetrin. Shpesh, ne do të përqafonim dhe do të bënim shaka për fëmijët, dhe Kent u thoshte fëmijëve: e dini se ju dua shumë, por nënën tuaj e dua më shumë. Sigurisht, ata e dinin që ne i donim me gjithë zemër, por mesazhi ishte: ne me të vërtet e duam njëri tjetrin. Dashuria është në qendër të familjes son. Ju jeni rezultat i dashurisë. Të shohësh gjeste dashurie që shprehet midis prindërve, rrit vetësigurinë e fëmijëve dhe inkurajon ata të praktikojnë dashurinë. Në fakt, kur ne bënim shaka me të mirë me njëri tjetrin, fëmijët hidheshin për të marrë dhe ata pjesën e tyre. Afrimiteti nuk frymëzohet nga ligjëratat, por nga shembulli i përditshëm i veprave të thjeshta të mirësisë midis prindërve, duke ndihmuar vullnetarisht me larjen e enëve, në mbajtjen e premtimeve dhe përgjigje e shpejtë: më vjen keq, a mund të më falësh, kur dikush ka gabuar. Disiplina e afrimitetit familjar kërkon që nëse duam të ndërtojmë dashurinë në familje, duhet të fillojmë me të dukshmen, dashurinë për Zotin dhe dashurinë për njëri tjetrin. Nëse kjo nuk ekziston, ose po zbehet, dashuria familjare do të jetë shumë e vështirë të ndërtohet. Komunikimi. Komunikimi i qartë është thelbësor për ndërtimin e afrimitetit familjar. Njëherë, ndërsa udhëtonim me makinën e familjes, djali ynë më i vogël po fliste pa pushuar i përkulur përpara mbindënjëse e përparme. Ai ishte jashtëzakonisht entuziast për çdo temë që i vinte në mendje. Një lloj vërshimi i gjallë i një ndërgjegjeje prej klase të tretë. Më në fund, arritëm kulmin e durimit tonë dhe tham: Keri, të lutem hesht. Ai u zhyt përsëri në vendin e tij, krejtësisht i dëshpëruar dhe tha: por të folurit është dhuntia ime. Të folurit mund të mos jetë dhunti e të gjithëve, por komunikimi sigurisht duhet të jetë në qendër të jetës së krishterë. Mbushuni me frymën, na thot fjala e Perëndisë, duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj. Efesianëve, kapitulli 5, vargu 18 dhe 19. Ndër shenjat e plotësisë së frymës është komunikimi i gëzueshëm. Është thelbësore që prindrit që dëshirojnë të kenë një komunikim me dashuri në familjen e tyre, të jenë të mbushur me frymën e shenjtë.
Nëse jeta juaj nuk është e disiplinuar nga fryma, komunikimi dhe dashuria e shkëlqyer familjare do t'ju mbetet gjithmonë jashtë mundësive. Natyra e komunikimit. Shkrimi na thot të flasim të vërtetën me dashuri. Efesianëve, kapitulli 4, vargu 15. Pra, ne e kuptojmë se komunikimi ynë duhet të karakterizohet nga e vërteta. Por të thuash të vërtetën e pastër, sado e mrekullueshme që të jetë, nuk mjafton. Duhet bërë me dashuri. Është e mundur të bëhet ajo që skocezët e quajnë të thuash të vërtetën në kohë të papërshtatshme. Do me thënë, pa marrë parasysh kohën apo ndjenjat e një tjetri. Komunikimi me dashuri është një balsam. Si thuhet tek Fjalët e Urta 24 vargu 26. Përgjigjja e drejtë është si një puthje në buzë. Ku fillon? Ky lloj komunikimi kapet më mirë se sa mësohet. Logjika na thot se nëse prindrit nuk flasin të vërtetën me dashuri, as fëmijët nuk do ta bëjnë këtë. Komunikimi i mirë kërkon një investim kohe. Gjatë viteve të studimit në seminarin ton, kur fëmijët ishin të gjithë mjaft të vegjël, ne patëm një debat mbretëror një mëngjes pak para se të fillonin orët e mësimit të Kentit. Mezi flisnim gjatë udhëtimit për në seminar. Ishim aq të inatosur me njëri tjetrin e asnjëri nuk donte të dorëzohej. Pasi u ndam, u ndjem edhe më të mirë. Më vonë, atë mëngjes, bëm diçka impulsive dhe të pamatur në lidhje me buxhetin ton. Morëm hua $50, që kishte shumë vlerë në fillim të viteve 70, nga një mike që doli vullnetare për të kujdesur për fëmijët, ndërkohë që ne morëm rrugën për një pushim prej një nate. Të mbushur me zhgënjime të pashprehura, vozitëm në heshtje drejt plazhit të lagunës. Vetëm kur ndjem aromën e ajrit të paqësorit, filluam të relaksoheshim. Dhe pastaj, për 24 orët e ardhshme komunikuam. U kthyem te fëmijët tanë të nesërmen me një perspektivë të përtërir. Më të aftë për të frymëzuar afrimitet. Ishte një nga komentet historike në jetën tonë. Si të gjitha çiftet, ne kishim nevojë të investonim kohë dhe përpjekje për të kuptuar siç duhet njëri tjetrin. Sot, ne bëjmë një investim të disiplinuar në komunikim. Ne flasim çdo ditë dhe nuk përfshihemi vetëm në biseda lajmesh për ngjarjet e ditës. Ne e themi të vërtetën në dashuri. Në ditët tona të pushimit, e ham mëngjesin në një nga vendet tona sekrete, jashtë qytetit ton, dhe atje zakonisht flasim fillimisht për fëmijët tanë, pastaj për kishën dhe çfarëdo tjetër që na vjen në mendje. Mund të tingëlloj sentimentale, por ne jemi miqt më të mirë ndaj njëri tjetrit, miq shpirtëror. Komunikimi i mirë është thelbësor për të ndërtuar afrimitet në familje. Por vetëm kjo nuk do të arrijë qëllimin e një afërsie dinamike. Disa parime specifike duhet të vihen në praktik. Si të ndërtojmë afrimitetin familjar? Për gjatë viteve, ne kemi punuar për të krijuar një atmosferë që prodhon qëndrimin. Momentet më të mira i kaloj kur jam me familjen time. Kur jam me ta, ndihem i sigurt, i dashur, i fort, unik e i vlerësuar, i pranuar dhe i respektuar. Ata më pëlqejnë dhe unë i pëlqej atyre. Familjet që e përjetojnë këtë, ndërtojnë automatikisht një lidhje afektive. Disiplina e një rutine darkash. Një vend ku dukshëm mund të rritni afrimitetin familjar është tryeza.
Kjo është mundësia e vetme më e mirë e përditshme që familjet kanë për të mbledhur së bashku. Në të shkuarën, të ngrënit së bashku ishte më se e zakonshme, por jo sot. Në fakt, shumë familje nuk han kur një vakt së bashku, nëse nuk janë para televizorit ose në një lokal të ushqimit të shpejtë. Ritmi i furishëm që përjetojnë shumica e familjeve moderne rrallë lejon për një kohë të relaksuar, kushtuar qëllimit të vetëm të ngrënit dhe biseduarit. Ne ju inkurajojmë që të mos hiqni dorë kurrë nga ajo kohë e zgjedhur, sepse është një mundësi e pakrahasueshme për të ndërtuar jetën familjare. Planifikimi i kohës së ngrënjes së një vakti, ashtu siç duhet të jetë, kërkon energji dhe meditim të disiplinuar. Së pari, dikush duhet të marrë përgjegjësinë për përgatitjen e vaktit. Kjo do të thotë të mendosh përpara, të planifikosh menut, të blesh përbërësit e nevojshëm, të mësosh që të kuptosh dhe të ndjekësh recetat dhe sigurisht, ajo më kryesorja, dikush duhet të di të gatuaj, gjë që nuk ndodh gjithmonë në botën tonë të mikrovalëve. Kjo kërkon gjithashtu menaxhim të kohës, organizimin e orarit të gjithëve në mënyrë që të gjithë të jenë të pranishëm kur darka të jetë gati. Do të thotë të shtroni tryezën dhe ta pastroni më pas. Orari i vakteve nuk ndodh vetvetiu. Kjo duhet të planifikohet. Me një fjalë, është punë e vështirë. Megjithatë, pa një disiplinë të tillë, asnjë familje nuk do ta përjetojë kurrë këtë kohë pozitive të përditshme të ndërtimit të afërsisë familjare. Por oraret e efektshme të vakteve duhet të përfshijnë më shumë se vakte të mira rregullisht, nëse duam ta ndërtojmë afrimitetin familjar. Këto duhet të kenë një atmosferë të gëzuar, pozitive, dhe këtu përgjegjësia bie tërësisht mbi prindërit. Prindërit duhet të punojnë për t'i lënë presionet dhe shqetësimet e tyre profesionale jashtë dhomës së ngrënies dhe t'i kushtojnë vëmendje individuale familjes së tyre. Kur vakti familjar trajtohet me mirënjohje dhe vlerësim për sigurimin dhe përgatitjen e tij, kjo do të pritet si koha më e mirë e ditës. Jemi bashk, është kaq mirë kur jam me familjen time. Televizioni mund të jetë faktori numër 1 më shkatërrues në zhvillimin e një atmosfere pozitive gjatë ngrënies. Të mbash televizorin ndezur do të thotë që familja do të duhet të flasë duke ju mbivendosur një bisede tjetër, nëse flasin vërtet. Televizioni do të rrisë nivelin e zhurmës gjatë vaktit me disa decibel. Televizioni gjithashtu krijon gjysmë biseda të shpërqendruara dhe minimizon kontaktin sy me sy. Në mënyrë të ngjashme, nëse vëreni se telefoni po bie vazhdimisht në darkë, mbajeni fikur për gjysmore. Sigurisht, familjet me fëmijë të vegjël nuk duhet të kenë pritshmëri jo realiste për kohën e ngrënies bashk, sepse rrallë do të jetë idilike. Ata gjithashtu nuk duhet të dekurajohen nga sjellja e zakonshme e fëmijëve të tyre të vegjël. Orari i vakteve me fëmijët e vegjël është domosdoshmërisht kohë trajnimi. Fëmijët janë duke krijuar zakone të mira të ngrënit, duke zotëruar aftësitë për të mbajtur gotën dhe duke mësuar përdorimin e duhur të thikës dhe pirunit. Ata po mësojnë gjithashtu se si të marrin pjesë në bisedë, të jenë të sjellshëm, të mos ndërpresin dhe të mos flasin me gojën plot. Një sfidë e madhe gjatë këtyre viteve të hershme është të mos lejoni që incidentet gjatë vaktit të prishin atmosferën, por përkundrazi, ta përfundoni vaktin në një notë pozitive.
Kultivimi i bisedës. Ndërsa fëmijët rriten, biseda bëhet një pjesë gjithnjë e më e rëndësishme e vaktit. Këtu do të diskutohen çështjet dhe do të formohen mendimet, por fëmijët duhet të mësohen se si ta angazhohen në shkëmbime inteligjente dhe të këndshme. Ne zbuluam se mësimi i fëmijëve për të komunikuar siç duhet fillon herët. Bisedoni me foshnja dhe parashkollorët tuaj. Vazhdoni bisedat me ta, edhe kur ata nuk mund të përgjigjen. Mos supozoni se për shkak se nuk mund të flasin, ata nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh. Përfshijini ata në biseda, duke u drejtuar atyre komente, duke përmendur emrin e tyre. Mësojini t'ju shikojnë në sy kur jeni duke folur me ta ose ata me ju. Ndërsa rriten pak, bëjuani të ditur se i vlerësoni mendimet e tyre. Çfarë ngjyre mendoni se duhet të përdorim sonte? Ose cila lule ju pëlqen më shumë? Pastaj filloni t'i ndihmoni ata të vlerësojnë idetë e njëri tjetrit. Së pari, duke i mësuar të mos ndërpresin njëri tjetrin. Nëse një fëmijë dëshiron të ndërhyjë në një bisedë, udhëzojeni atë të vendosë dorën në krahun tuaj. Prekja e lehtë do të jetë një lajmërim pa fjalë i faktit se personi i vogël pranë jush ka diçka për të thënë. Ne zbuluam se kjo na ndihmoi që të mos i neglizhonim fëmijët që prisnin me durim radhën e tyre për të folur. Gjithashtu, i ndihmoi ata të krijonin zakonin e vetkontrollit. Pasi fëmijët të kenë zhvilluar disa aftësi themelore të bisedës, koha e ngrënies bëhet vendi i përsosur për të kultivuar bashkëbisedimin e hapur, që është kaq thelbësor për afërsinë familjare. Këtu keni disa disiplina që nxisin bashkëbisedimin familjar. E para, bëni pyetje. Kur fëmijët tanë filluan shkollën, një nga pyetjet tona më të zakonshme ishte: si shkoi shkolla sot? Pa kurfar ndryshimi përgjigja merrej me një fjalë: mirë. Kështu që ne zëvendësuam këtë pyetje me një pyetje dy pjesëshe. Cila ka qenë gjëja më e mirë që ju ka ndodhur sot? Dhe më vonë, nëse është e nevojshme, cila që gjëja më e keqe që ndodhi? Zakonisht, kjo bënte që biseda të vazhdonte. E dyta, dëgjoni. Fëmijët, madje edhe të vegjëlit që mezi artikulojnë, mund të dallojnë nëse po i dëgjoni. Nipi ynë Xhemi ja bëri të ditur nënës së tij kur e kuptoi se ajo nuk ishte aty me të, duke u ngjitur në prehrin e saj, duke e marrë fytyrën e saj në duar dhe duke i thënë: mami, më shiko në sy. Pra ne duhet të mbajmë kontaktin me sy dhe të përqendrohemi në ndjekjen e arsyetimit të tyre. E treta, tregoni interes. Është gjithashtu e rëndësishme të tregohet interes për mendimet e të gjithëve dhe të inkurajohet shkëmbimi i ideve. Shumica e fëmijëve, vetëm me pak inkurajim, do të përpiqen të marrin pjesë në një bashkëbisedim familjar. Një herë, 2 vjeçari ynë, në përpjekje për të komplimentuar kuzhinierin, tha: mami, kjo ishte mamagjike. Komenti i tij ishte bërë një nga kodet tona të familjes, një mënyrë efektive për të falenderuar për darkën. E katërta, jini pozitiv. Bisedat rreth tryezës me adoleshentët që fillojnë të përballen me probleme nuk duhet të jenë të pakëndshme. Dëgjojini ata dhe mos u ndjeni të kërcënuar nëse shprehin mendime të kundërta me atë që ju dëshironi që ata të kenë. Ushtroni vetkontroll dhe praktikoni fjalën e urtë. Përgjigja e ëmbël
e fashit zemërimin. Fjalët e urta, kapitulli 15, vargu 1. Orari i darkës nuk është koha për të zgjidhur problemet e botës apo misteret teologjike. Por temat të tilla nuk ka edhe pse të shmangen. Shi kapitullin 4. Ne kurrë nuk u përpoqëm të krijonim një atmosferë pozitiviteti artificial. Por negativizmi dhe kritika u minimizuan. Tryeza ishte vendi për tregime, humor, për të risjellë kujtime të bukura dhe për të gëzuar kur një nga fëmijët tanë kalonte ndonjë provim ose fitonte në një event sportiv. Tavolina ishte vendi për të kënduar dhe për të qeshur, madje edhe për të rënë nga karrigja duke qeshur. Në tavolinë të gjithë ndanim humbjet e ditës, si dhe sukseset. Nëse dikush dështonte në një provë, humte në një ndeshje futbolli me goditjen e tij të ngathët, ose anashkalohej për një rol në dramën e shkollës, dhimbja na përkiste të gjithëve ne. Por oraret e përbashkëta të ngrënies ofruan gjithashtu edhe mundësinë për të përtërir perspektivën. Një fjalë e mirë simpatie, një koment i zgjuar në lidhje me paaftësinë e atyre që nuk kanë ditur të dallojnë gjeniun e një anëtari të familjes dhe një fjalë inkurajuese, të gjitha prodhojnë afrimitet. Disiplina e pushimeve familjare. Pushimet familjare ishin në qendër të rritjes së afrimitetit brenda klanit Hughes. Dhe megjithse paga jonë e vogël në vitet e hershme lejonte pak hapësirë për të kursyer, ne bëm investime të disiplinuara në pushimet familjare. Një pushim shumë i veçantë ndodhi për shkak të vendosmërisë së guximshme të Barbarës. Mbasi vendosën që duhet të bënim një pushim të mirë në ishullin e famshëm Balboa. Barbara dhe një nën tjetër e re bashkëpunuan në prodhimin e pllakave të qeramikës të dekoruara dhe me vargje biblike të gdhëndura në to, të cilat bindën disa librari të krishtera t'i tregtonin. Me të ardhurat fillestare në dorë, ato kontraktuan për të marrë me qira banesën më të madhe në dispozicion në ishull, një shtëpi të bukur me 5 dhoma gjumi në atë gjë deti. Ato shitën aq pllaka sa mjaftuan për të paguar çdo gjë. Dhe kështu bëm 2 javë në një plazh krejt toni në gji dhe me një skel private gati 20 metra të gjatë, një lloj si fqinjët tanë që ishin vipa filmash. Çfarë kohe të mrekullueshme kaluam duke peshkuar nga skela jonë, notuar dhe bërë banjo dielli, e duke ndërtuar kështjella rëre, e duke i mbuluar baballarët në rër. Kemi ecur zbathur në trotuarin e nxehtë për në qytet, ku të gjithë blem çokolata Balboa. E çfarë tjetër? Dhe duke bërë një talent show tonin në mbrëmje para lutjeve dhe gjumit. Pse janë të rëndësishme pushimet? Një arsye siç e kemi përshkruar është sepse pushimet janë argëtuese. Lojrat me familjet janë të rëndësishme për ndërtimin e miqësisë. Të parit e prindërve duke luajtur dhe duke qenë pjesë e argëtimit familjar, natyrisht e forcon afrimitetin e një fëmije. Një arsye tjetër për pushimet familjare është se ato ofrojnë të vetmen kohë të zgjatur gjatë vitit, kur fëmijët i kanë të 2 prindrit për vete 24 orë në ditë. Kjo, së bashku me mungesën e presioneve dhe shpërqendrimeve profesionale, u mundëson prindërve të kushtojnë vëmendje qetësisht, pa ndarë dhe pa u ngutur, atyre që janë më të rëndësishmit në jetën e tyre. Një pushim me gjithë familjen, gjithashtu, i dhuron familjes përvojat e përbashkëta që askush jashtë familjes nuk i ka. Pushimet nxisin zbulimin e përbashkët.
Ne e gjetëm spirancën e vjetër së bashku. Plazhet dhe formacionet shkëmbore dhe arkitektura bëhen tonat. Dhe e gjithë kjo kontribuon në traditën familjare që përsëritet vit pas viti në një festim të pavetdijshëm të asaj që na bashkon. Një arsye tjetër për pushimet është se mundësitë e humbura nuk mund të rikuperohen. Një pushim i braktisur në 2004 nuk mund të bëhet në 2005, të paktën jo me të njëjtët fëmijë. Vitin e ardhshëm, fëmijët do të kenë ndryshuar, duke folur fjalë të reja, duke e parë botën me sy të ndryshëm. Ju nuk do të mund t'i blini ato pushime as me gjak, as me flori. Nuk do të mund të ndikoni tek fëmijët tuaj vitin e ardhshëm, siç mundeni këtë vit. Annie Dillard shkruan për një mik, fëmijët e së cilës ishin rritur tashmë prej kohësh. Fëmijët ishin të gjithë shumë të vegjël, shumë të rinj, dhe luanin me kova, derdhnin ujë dhe grumbullonin rër në këmbët e njëri tjetrit. Mbaj mend që mendoja, kjo është tani, kur fëmijët janë të vegjël. Kjo do të jetë ajo koha që do të quhet kur fëmijët ishin të vegjël. Nuk dëgjoja dot asgjë nga dritarja sapo i pash. Ishte mëngjes. Ata ishin të 3 kokverdh dhe ende me flokët kaçurrela në atë kohë, dhe dielli ishte pas tyre. Kështu do t'ju ndodh edhe juve para se ta merrni vesh. Së fundmi, pushimet janë të rëndësishme sepse ato japin një kontribut jo proporcional në thesarin e kujtimeve pozitive familjare që janë kaq të rëndësishme në ndërtimin e afrimitetit. Ato me siguri e kanë pasuruar dashurinë tonë prindërore, siç kremton dhe Kenti në këto rreshta të shkruara një ditë vere në plazhin San Onofre. Ritmi i detit, në ngjyrë platin dhe blu. Flokët e bijave tona më të bukur se çdo krijim argjendarie. Nëse nuk do të kishim këmbgulur që të gjithë fëmijët tanë adoleshent, disa prej të cilëve së shpejti do të largoheshin nga shtëpia, të rregullonin orarin e tyre të verës për pushimet në lindje, ata nuk do të kishin kujtimet e dëgjimit të babait duke predikuar në kishën historike në Street Park, Boston, në kremtimet e 4 korrikut, ose të goditjeve të pushkëve që kumbonin në përshenjtërore nga breshërit që bëheshin nga varrezat e vjetra, apo të dëgjimit të korit që këndonte himnin Amerika, kompozuar për herë të parë në kishën Street Park në vitin 1832. Ata nuk do të kishin dot as kujtimet e bashkimit me turmën e madhe në mbrëmje në shëtitore për të dëgjuar ndërsa John Williams drejtonte Boston Popsin në uverturën e 1812-s, të shoqëruar me goditjet e fuqishme të artillerisë mbi lumin Charles, apo kujtimet nga java e kaluar në Cape Cod, në vjeshtën e ëmbël të pushimeve tona familjare. Rëndësia e pushimeve familjare në ndërtimin e afrimitetit është thelbësore. Në mënyrë që familja juaj ta ketë një përfitim të tillë, ju duhet të bëni 2 gjëra. Të bëni disa investime dhe planifikim të disiplinuar. Nëse zgjoheni ditën e parë të pushimeve dhe thoni çfarë duhet të bëjmë, mund të përfundoni me një fatkeqësi si ajo e një filmi në National Lampoon. Pushimet mund të jenë përvojat më të mira që familja juaj do të ketë ndonjëherë, nëse investoni siç duhet, dhe sa gëzim do të korrni. Disiplina e planifikimit të kohëve speciale. Kujtimet familjare nuk ka nevojë të ndërtohen ekskluzivisht në pushime afatgjata. Ndonjëherë, mini pushimet spontane të shkurtra mund të kenë rezultate të rëndësishme
në zhvillimin e unitetit dhe afërsisë familjare. Këtu janë dy shembuj. I pari, udhëtim me pijame. Ne ja detyrojmë këtë ide Dr. Bob Smith, profesori nderuar i kolegjit dhe njeri i madh familjar. Kështu funksionoi një natë vere. Menjëherë, pasi fëmijët kishin rënë në shtrat, ne hym në dhomat e tyre të gjumit dhe bërtitëm. Udhëtim me pijame! Rrobat dhe pantoflat veshur përsëri dhe jastëkët në duar, shkuam me makinë deri në Dairy Queen aty afër dhe bëm një raund akulloresh. Më pas, për t'i befasuar ata 2 fish, shkuam me makinë në anën tjetër të qytetit te pika tjetër Dairy Queen dhe thirrëm prap. Variacionet e një udhëtimi me pijame janë të pafundme. Një udhëtim për të parë një film me makinë, kinema në qiell të hapur, një vizitë tek gjyshja dhe gjyshi, një zhytje gjatë natës në liçen, çdo gjë që ju vjen në mendje. Shembulli i dytë. Shëtitje pas shkolle. Me raste, ne merrnim fëmijët nga shkolla dhe shkonim me makinë në një zonë pyjore aty pranë, ku disa nga fëmijët merrnin në kuriz çantat e shpinës me ushqime të përgatitura dhe niseshim për një shëtitje. Fjala e urtë, nevoja është nëna e shpikjes, ishte sigurisht e vërtet në rastin ton. Ne na duhej të shpiknim mënyra për të gjetur kohë për fëmijët, sepse pastorët nuk kanë kur fundjava të lira. Pra, një orë e rastësishme para ose pas shkollës ishte perfekte. Her pas here, i merrnin fëmijët nga shkolla pas ditëve të së hënës, dita jone pushimit, për një shëtitje në plazh. Interesat e ndërsjella. Djemt tanë janë peshkatarë, si nga prirja natyrore, ashtu edhe nga modeli prindëror, sepse interesat e përbashkëta janë të mira për afrimitetin familjar. Ata u infektuan me virusin e bekuar që herët, kur Kenti i ekspozoi me kujdes ndaj disa përvojave peshkuese. Me kalimin e viteve, peshkimi ka shkaktuar biseda të gjata për strategjinë dhe pajisjet, orë të kaluara në varg së bashku dhe një ekspeditë të famshme, domethënë e famshme për ne. Në zonat e egra të Ontarios veriore, plus histori të pafundme peshku, të cilat gjyshi dhe xhaxhallarët u atregojnë tani nipërve për të përhapur të njëjtin virus ngjitës hyjnor. Interesi i ndërsjell ndërton afrimitet. Pavarësisht nëse është futbolli, kafshët, mbledhja e pullave ose brumbujve apo librave, ose një interes i përbashkët për artin apo artet performuese. Fëmijët tanë na i kanë zgjeruar interesat për të përfshirë gjithçka, nga makinat dhe detektorët e metaleve e deri te gjimnastika dhe baleti. Prindërit e mençur e dinë këtë dhe krijojnë një interes të përbashkët ose i adoptojnë interesat e fëmijëve të tyre. Të qenët i veçantë. Njëherë kishim dalë për darkë në një restorant meksikan të rastësishëm, La Esquina. Duke pritur që të na vinte ushqimi i porositur, vajza jon Heather ngrinte e ulte në mënyrë alternative vetullat, majtas, djathtas, duke krijuar iluzionin e një vemje që zvaritet në përballë. Ne mbetëm të habitur. Të gjithë u përpoqëm, por zbuluam se mund të ngrinim vetëm njërin vetull, ose të dyja bashk. Një gjë çoi në një tjetër, dhe kështu zbuluam se secili prej nesh kishte akrobaci unike të muskujve të fytyrës. Dikush mund të hapte hundët e tij, një tjetër mund të lëvizte veshët, ndërsa një tjetër mund të mbështillte rrotull gjuhën e saj.
Në momentin që na erdhën porosit, ishim bërë telef nga të qeshurat. Ishim të magjepsur edhe me dallimet e mahnitshme që zotëronim. Sot, kur jemi në humor, ndonjëherë na rikthehen performancat e vjetra. Heather, fatmirësisht, nuk i është bashkuar cirkut. Vërtet, zakonet, shprehjet dhe veçoritë tona individuale mund të shkaktonin bezdi ndaj njëri tjetrit, por ato gjithashtu ofrojnë gjëra për të na bërë të pëlqyeshëm për njëri tjetrin. Ato janë gjërat që na bëjnë të thërrasim. Bob, plaku i mirë. Kjo është Maria. Fredin e njihni ju. I tillë ka qenë gjithmonë. Fëmijët që mësojnë të vlerësojnë pikat e tyre unike dhe të qeshin me veçoritë e tyre, tërhiqen së bashku në afrimitet dhe jo në acarim. Përvoja jonë në La Esquina, si Gringos Locos, ishte jashtëzakonisht e shëndetshme dhe një shembull i përsosur se si ne mund të krijojmë me dallimet tona një afrimitet të këndshëm. Nofkat. Siç e vum në dukje më herët, Phyllis McGinley kishte të drejtë kur thoshte se familjet e lumtura kanë një thesar personal të humorit të brendshëm që nuk është domosdoshmërisht i mprehtë dhe madje mund të jetë i pakuptueshëm për të huajt. Familja e Winston Churchillit e sigurt që ka bërë kështu. Biografi i tij, William Manchester, shkruan se çdo antar i familjes kishte një emër për këdhelës kafshë. E dashura e tij Clementina ishte Mace Pisika. Marigolda ishte Roska. Mary ishte Mary Miushja. Dhe të gjithë fëmijët e tyre së bashku ishin Kotelet. Manchester ofron një prezantim të shkurtër me bisedat e tyre të brendshme. Shtëpia e tij ishte një mbretëri e pavarur me gjuhën e vet. Wow, do të thoshte njëri prej tyre, duke përshëndetur tjetrin. Kur Churchilli hynte në derën kryesore, do të thëriste wow, dhe shoqja e tij i përgjigjej, wow. Më pas, fëmijët vërshonin në krah dhe syt i mjegulloheshin. Edhe familja Hughes ka zhvilluar fjalorin e saj të brendshëm, edhe pse jo aq i çuditshëm se ai i Churchillëve. Secili fëmijë ka disa nofka që përdoren vetëm në shtëpi, dhe ne përdorim disa fraza të fshehta familjare, që me siguri do ta ngatronin të painformuarin. Çështja qëndron këtu. Ne nuk mund t'i themi nofkat e fëmijëve tanë pa ndjerë një ndjesi dashurie. Vetëpërdorimi i tyre ngjall afërsi. Etër. Lëreni dinjitetin tuaj mashkullor të vetëdijshëm jashtë shtëpisë. Nuk do të jesh kurrë më shumë burr se sa kur i drejtohesh familjes sate me shprehje afrimiteti. Shumë familje kanë versionet e veta të këngëve që do të ishin shumë të sikletshme nëse përdoren jashtë shtëpisë, por që janë burime të humorit të dashur brenda shtëpisë. Kur fëmijët tanë ishin të vegjël, ata ngacmonin nënën e tyre për këtë këngë, të kënduar me një imitim falseti, operistik në melodin e Rodgers dhe Hammerstein. Jam e dashuruar me Richard Kent Hughes. Ai është heroi im, ai është Tarzani, unë jam Jane. Që kur e takova, e gjithë jeta ime ka ndryshuar, por unë e dua atë njësoj. Së pari erdhën Holly, Heather, pastaj Kent, Carrie pak më vonë. Sa nga zëllim bëhet në shtëpinë tonë. Çdo të diel në mëngjes në orën 8. Do t'i dëgjoj predikimet 10 herë, nëse duhet, ndërsa kalojmë jetën në parajs ose në dështim. Kjo këngë i përkushtohet patriarkut Hughes. Jam e dashuruar, jam e dashuruar, jam e dashuruar,
jam e dashuruar me një djalë të mrekullueshëm. Shtëpia është vendi për të qenë sentimental, i këndshëm, madje edhe i çuditshëm për hir të afrimitetit. Gjyshërit. Disa miq të gjyshërve tanë na treguan këtë histori për nipin e tyre që jeton në Tajvan, ku prindrit e tij janë misionar. Vogëlushi Nathan i pyeste vazhdimisht prindrit e tij nëse mund të shkonte për një vizitë dhe të rrinte te një nga shokët e tij. Këmbëngulja e tij e pazakontë intrigoi ata. Më në fund e pyetën se pse donte kaq shumë të shkonte tek shoku i tij. Pyetje së cilës ai u përgjigj: sepse ata thonë se i kanë gjyshërit aty. Lidhja e afrimitetit e djalit të vogël me gjyshërit e vet e kishte bindur atë se duhet të jetë mrekullueshme të jesh kudo ku janë gjyshërit. Prindrit e mençur që dëshirojnë të forcojnë lidhjet familjare do të bëjnë çmos që të vazhdojnë komunikimin me gjyshrit dhe të kalojnë kohë me ta nëse është e mundur. Nuk ka gjëra më lartësuese për familjen se sa afrimiteti i dashurisë i shtrirë përmes brezave. Për të menduar. Pse dashuria për Perëndin është një themel i nevojshëm për afrimitetin familjar? Çfarë kontributi jep 1 Gjonit kapitulli 4 vargu 8 dhe vargu 19 për këtë temë? Pse është e rëndësishme që fëmijët të dinë se babai dhe nëna e tyre e duan njëri tjetrin? A është kjo e vërtet në shtëpinë tuaj? Çfarë roli luan ngrënia e vakteve së bashku në ruajtjen e afrimitetit familjar? Cilat pushime do të kujtojnë fëmijët tuaj me më shumë dashuri? Çfarë pushimesh do të dëshironi të bënit ende që mund të kishin të njëjtin rezultat? Çfarë momentesh të veçanta së bashku ka kaluar familja juaj? A duhet të jenë këto spontane apo të planifikuara?